E çfarë bëra? S'kam lënë njeri, nuk mora të gjithë fizioterapistët e Tiranës, por të paktën ato që më shfaqeshin në Instagram, mora dhe 1-2 miqtë e mi, ato më thanë, u dorëzuan që me bisedën time të parë. Ne ana kemi futur aparaturat, tash është ko aparaturave. Kjo është në Tiranë, aparaturat. Po si pra ta themu se ma kanë thënë miqtë e mi që punojnë me aparatura. Edhe më thanë, Ana, budallaqë ti që punon me duar. Po ikëm me koha dorës, me budallaqë. Pam, 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 aparati, pam, 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 xhepi. Dhe këtë s'kam përtaruar derisa të vdesë, e bëri aq bukur sa aty sa në mendja. Pam, 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 aparati, do me thënë ishte një tallje ajo që bëri ai. Pam, pam, aparati, pam, 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 lekët. Pse kjo është zgjidhja e aparatit. Pam, pam, aparati dhe të mbushësh xhepat. Do me thonë ti të gënjesh një farë mënyrë pacienti që ka nevojë, që vjen për tu trajnuar, për tu trajtuar, se është ana psikologjike. Patjetër. Se disa thonë që bëra me aparaturë, ndjeva mirë. Ana, pse të huaj nuk asnjë huaj deri më sot. Jo. Nësa shqiptarë dhe bile një huaj më ka thënë para 2 vjetësh, a 3 vjetësh më ka thënë që e çuditshme ju shqiptarët kur gjitha gjërat neve i lëm, ju shqiptarët i filloni. Edhe për injeksionet e për gjithçka. E pra, flas për injeksionet do kisha dëshirë. Ja, si vjen muhabeti vet.